Alors on danse. Dy fjalë tiku do themi për këtë. Sepse vazhdon akoma debati në Shqipëri në nivelet e larta tani, tashmë jo vetëm në media, që ato kanë zderuar kjo Republik prokurorësh duke qenë se po fut hundët sipas Ramsit, ataj do të dëgjojmë Ramsin dhe pastaj do të jap fjalën ty. Pra është thjesht një Republik bananesh ku korrupsioni vazhdon pafund apo gjithsesi në të gjitha rastet jemi kthyer në Republik prokurorësh ku tani prokuroria ka marrë një supergjiro të parë në ditët e fundit të mandatit të Dumanit dhe në, se thua, zgjedhjen e kush do zgjedhet kryeprokurori i ri i Spago. Ledio, plase që ka të Ramsit për të kujtuar dhe një njerëzve se çfarë si ka hedhur dorë Rashkën me lezet, po më shumë se kaq është furbo Ramsi, ja shikohet ti. Një debat i hatashëm ka mbushur boshllëkun e klubeve mediatike dhe të pasqyrave sociale të javës. Pasi një prokuror dhe një gjykatës u bën bashk, kokë në kokë, dhe pezulluan një antar të kabinetit qeveritar. Unë nuk do të hyj në asnjë debat për një absurditet kaq të rrezikshëm sa ky dhe pres me durim që gjykata kushtetuese t'i jap drejtim çështjes së kësaj rruge të pashkelur askund në Europë. Thot, të pa precedentën, nuk kanë ndodhur përpara, thot, edhe rrezikshme. Je dakord si dakord se do ta analizojmë të gjithën. Prandaj e bëra stop. Është pa precedent në historinë europiane që një shtet të ketë pas korrupsion të këtyre niveleve si Shqipëria, e pa precedent. Vazhdojmë, Ledio. Po, me sa jemi informuar dhe tani, askund edhe në botë. Por thash ndaj me ju sot se çfarë thon Komisioni i Venecias dhe Gjykata Europiane e Strasburgut për këtë çështje. Qendrimi i Venecias është në fakt shumë i prerë. Gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët qeverisë, sepse ka drejt utiku? Unë mendoj që jo, edhe këtu. Për të Venecias, i referohet Venecias. Ai mund t'i referohet kujt të doj, domethënë secili jurist ka mendjen e tij. Unë po ta shpjegoj shumë shkurt. Jo, me një fjali të vazhdojmë të dëgjojmë të gjithën. Gjykata e posaçme në rastin konkret nuk ka pezuar një të zgjedhur nga qytetarët, pra nga zgjedhësit. Po, dihet ajo, është referuar në një 200 e saj. Belinda Bauku, ka pezuar ministren Belinda Bauku. Është emëruar. Kështu që për mua është në rregull. Për këtë, së pari cënojnë balancën e pushteteve. E cënojnë balancën e pushteteve apo jo tiku? Nuk e cënon balancën e pushteteve. Stop. Vazhdojmë Ledio. Ministër është figurë politike, pjesë e ekzekutivit, përgjegjës para parlamentit dhe kryeministrit. Nëse gjykata e pezullon, ajo praktikisht ndërhyn në punën e qeverisë, ndërron përbërjen e ekzekutivit. Është e vërtet kjo? Ndalimi i ushtrimit të një funksioni fatikisht e ka paralizuar. Ja, po ta shpjegoj. Firmon se gjithë shkallë. Hynte masat ndaluese. Po. Po janë masat sigurimit personal. Masat e sigurimit personal referuar kodit ton janë shtrënguese dhe ndaluese. Te shtrëngueset është për shumë arresti në burg ose të mos dalësh jashtë territorit. Shtrënguese është kjo, më i kanë marrë pasaportën, dhe nuk e lënë të vënë në zyrë. Në lidhje me pra s'mund të puna e praktikisht. E diti që s'ka punë fare në qeveri. E diti që një njeri i cili akuzohet për një vepër të caktuar nuk mund vete puna se mund të prish provat. Këtë e di apo? Ore, pse s'kërkon imunitetin këta molla? Se kjo është debati vjetër që është bërë, nuk po e bëjmë ne sot. Unë mendoj që nëse gjykata kushtetuese do jap të drejtë qeverisë, do e marr në 11 vjetor është lënë ajo. Që nuk besoj, këta pastaj janë duke çuar me duart e tyre drejt burgut, drejt paraburgimit Zojin Bauku, sepse prokuroria do shkojë dhe do kërkojë heqje të imunitetit dhe po nëse kushtetuesja e merr përsipër dhe e rrezon GKK-n, quhet fitore Ramsit apo jo? Dhe Ballukut. Është një dëm shumë i madh që i ndodh zonjës Ballukun vetvete se prokuroria po të them do shkojë dhe do kërkojë heqje të imunitetit dhe do kërkojë arrest në burg. Ti thua prokuroria nuk do të rriqet? Po si do të pas vendimit kushtetueses? Si do të rriqet? Nuk të rriqet thua ti. Pse duhet të rriqet? Si të rriqet? Okej, jepi dhe pak Ledio? Jo se jemi në fund të emisionit. Merr kompetenca që i takojnë kryeministrit dhe presidentit. Dhe kjo konsiderohet nga Venecia shkelje e palejushme e kufijit ndarës mes pushteteve. Së dyti, duke e bërë këtë, gjykata krijojnë mundësinë e instrumentalizimit të drejtësisë dhe Venecia parlemëron shpesh kundër judicial overreach
ose shqip fare shtrirjes krahut gjyqësorit përtej kufi ndarës me politikën. Ekstremitetet nuk janë asnjëherë të mira, por një ekstremitet prodhon një kundër ekstremitet. Kapja e këtyre pas karrikes kaq fort, si kanceri pas trupit, ka prodhuar tashmë nevojën që të prodhohet një ekstremitet ligjor dhe i veprimit të gjykatave dhe prokurorive për t'i shkullur nga kjo histori që e kanë marrë peng shoqërinë në vetvete dhe po e vdesin. Nëse këta do të vepronin si një vend normal, ku kryeministri, nëse zëvendës kryeministria ka akuzat të tilla, e shkarkon, nuk do të duhet shkonin te fakti që gjykata ta pezuonte. Pra është shumë e thjeshtë. Mjafton që këta të silleshin si politikan dhe shtetar të një vendi normal dhe nuk arrinim në ekstremitete. Okej, i që fare Ledio, çalli ka Ramsi sipas teje. Le ta lëm ballukun se balluku këtë histori është muri i fundit. Çalli ka ky Ramsi. Është muri i fundit drejt portave të tij. Nuk ishte kjo Karçana i thuat i Akshit. Jo. Je i bindur. Është Se s'ka sa lidhje ky te Akshi. Po mund të ketë ç'të doja, po është muri i fundit drejt ti. Do me thënë, shikom. Ti thua, nuk ka më mbrapa. Është keq, po s'ka si të ketë. Është muri i fundit, se thuash, le mur fondateur, që thon francezët, është muri, është kolona mbajtëse e shtëpisë kjo? Shqipëria do ta mbyll tranzicionin në një mënyrë ose në një tjetër dhe qeveritë e ardhshme në Republikën e Shqipërisë nuk do guxojnë më të sillen kaq barbarisht me popullin. Dhe pyetja e fundit që ti do japësh përgjigje sigurisht, sepse nuk je fare tipi që ti japësh përgjigje këtyre gjërave, dhe ndoshta mirë bën mos e. Nuk e pse të bësh aventura kot me gjëra që ndoshta nuk janë të momentit. Ka gjëra që ne si kemi në dorë. Qartë. Bravo. Rrugët e Zotit janë të papenetrueshme, thon. Dgjoj, o ti ku. E fundit fare vëlla. Mund të më thuash, ore çka kanë nëse marrin tezën tonë dhe tezën e shumë njerëzve që mendojnë që janë amerikanët mbrapa spakut. Dhe mbrapa GKK-s dhe mbrapa drejtësisë së re në përgjithësi. Po ata se kanë fshehur që e mbështesin drejtësinë. Mirë. Po çka kanë me këtë Ramsin mos? Sepse ky nuk është se u ka prishur në një gjë, në një qef. Donte me ata ishte mirë me administratën e kaluar. Erdhi ai Blinkeni e pesh, foli me superlativa. Me këtë Trumpin, dakord, nuk ka ndonjë marrëdhënie dashurie, s'ka marrëdhënie fare, pothuajse, duke që ka një ngërç, as ky s'po takon dot. Ka tentuar, nuk ka arritur dot ante këtej, po ndërkohë unë s'po kuptoj. Ku e ka prish këtyre që amerikanët tani po e rrethojnë dhe nuk po e lënë të qetë? Pra, ka thënë në çdas ka shkelur ky, pra, cilat gishta i ka prekur ky pra të këmbës që këta i kanë bërë mos edhe ju ka dhimbur, që tani po bëjnë këtë gjë, se kjo s'mëri mua si logjik. Mendoj që nuk kanë asnjë gjë me ta. Thjesht po mbështesin forcimin e një institucioni që kërkon të vendos ligjshmërinë dhe të luftoj pa ndëshkueshmëri, nuk lidhet me emrat përveç. Mund ta kishte emrin Arianaj, nuk ka lidhje. Ai thjesht nuk ka kuptuar kohën. Çdo gjë në jetë ka kohën e vet. Pra ti tani po më thua me fjalë tjera që në fakt gringot amerikanët, çdo lloj administratë, po dhe kjo e Trumpit, ti thua, po e bën gjithë të punë sepse duan që Shqipëria të kthehet në një vend normal me sa më pak korrupsion. Pra se thuash, aty ju vjen keq për këtë vend dhe për të popull që po zhvatet, prandaj po e bëjnë. Pra, është kjo pak a shumë analiza jote se këtë se kuptoj mirë. Analiza ime është që këtë vend e ndryshojmë ne dhe unë mendoj që ata dhe aq më tepër ata shumë që nga ne, pra nga populli, nuk ka asnjë tentativë për ta shpëtuar. Dhe se kuptoj dot pse këtë zell, pra pse kanë këtë zell. Kaq sikur ata prokurorët e spakut apo gjyqtarët janë njerëz të cilët komandohen nga jashtë. Nuk është bravo, pra, tani këtu më erdhe, pra nuk është vetëm, nuk janë vetëm amerikanët. Absolutisht jo. Pra janë dhe ata. Absolutisht po. Ata që ti nuk duan të bëjnë karrierë dhe kanë ambicie. Janë ata. Po. Do me thënë, po ta shpjegoj shumë thjesht, shiko. Burra dhe gra patriot ky vend ka në çdo sektor. Bravo. Pra nuk që nga vetëm amerikanët arsyeja. Janë dhe ata. Më ri pak mua këtu tani. Ku i gjejnë fuqinë ata? Ka njerëz adetar ky vend, more. Pse çmendon? Çka kanë? Adetar, more, ka njerëz, more. Prit. Se çfarë? Flas ku i gjejnë forcën për të ekzistuar. Edhe një herë, pra, ligji është një gjë që shkruhet në letër. Po. Ky ka në dorë sot, ky autokrati këtë tip. Policin. Ekstra policin. Kur them ekstra policin e kupton veti, se ka polici, ka dhe ekstra polici. Ka dhe para polici, dakord? E para policin mirë. Ka bandat të fort lart e poshtë me lek që të bëjnë namin. Po dojt i turrje, kupton? Po. Këto tre janë kryesorët. Por mos futu pastaj gjithë oligarkët që janë oligarkë, janë thjesht sa ushtarë të tij, që ky i përdor. Po. Se ky është papaxhia, kupton? Po. Po. Fali sekond. Ti mendon që janë ca bodyguard të trajnuar nga CIA në Amerikë që do i mbrojnë këta prokurorët e sfakut? I mbron ligj. Përballë.
Cili ligj, mor tiku? Është fuqi e madhe ligji kur s'ka. Ligjin e bën njerëz kur zbatohet, pra. Po, kur je njëri i ndershëm ligji është fuqi e madhe. Atëherë Ramsi bie ti njëri i ndershëm po i lejon këta të veprojnë. S'është ashtu. Po si i bie, pra? Ajo që i bie është që ka burra dhe gra detar ky vend. Mos e merrni kështu. Në çdo sektor. Por ti ku po të vinin ty, mor, ti ishe jeta jote në rrezik, valla. Ti çdo bëje, mo, do thoshë është ligjit, le të më vinë. Të duket e lehtë kjo që bëjun për ti ty. Jo, mor, jo s'po më kupton. Po. Po të ishe Edhe ti në pa vend. mbrojtje, Xhan. Ti ishe ti në vend të Ramsit, më zotri. Po. Ah, okay. Po, mo, dhe ti ndodhte kjo që po i ndodhti tani këtij, që po e rrethojnë në një farë mënyrë, po i afrojnë te muri thua ti. Po do ikja unë, s'rria gjatë. Ë? Do ikja unë, nuk rria gjatë. Do ikje. Po nuk rria gjatë, nuk e çoja veten në atë pikë. Do bëja ciklin tim politik, do hapja krahun, një ritëm zvendësonte e kështu është jeta. Ç'është kjo? Por zotri, kur ka ardhur Edi Rama, zotri, kur ka ardhur Edi Rama, të lutem, jo më lër tani. Do ikje dhe qofse do të hiqnin. Jo mor zotri. Ku ka njëri që ikën vetë? Jo mor e vlla, e ke gabim këtë ti. More tiku, po ku ka njëri që ikën vetë, mor? E ke shumë gabim ti këtë. Unë kam gabim. Po e ke shumë gabim ti këtë. Ne mund të rrim gjithë natën. Po jo rrim sa të duash tani. Ti mendon. Mor zotri, kur ka ardhur Edi Rama në pushtet në 2013, më lër ta mbaroj këtë. Ku ka njëri që është në lart politik në vazhdu dhe do të iki. Do më lësh ta mbaroj. E heqin tiku. Do më lësh ta mbaroj këtë. Kur ka ardhur Edi Rama në pushtet në 2013 ka qenë president Barack Obama, ha? Iku Barack Obama? Erdhi Donald Trumpi. Trumpi parë. Iku Donald Trumpi? Erdhi Bideni. Erdhi Joseph Biden. Po. Joseph ishte emri? Joseph Biden. Po. Iku Biden, erdhi prap Trumpi. Prap Trumpi. Po. Tani janë ndruar 3 këta president, ky vazhdon këtu mor zotri, po ka një sens mase kjo puna, po ka ndonjë mendon që ka një teprim këtu? Po pra janë sa njerëz që duan të ikë ai, sa njerëz duhet të zënë vendin. Po unë po them, për sa njerëz duhet të zënë vendin duhet të ikë ai? Jo, po dali populli i madh në rrugë. Atëherë edhe ai e mendon. Nuk është ashtu. Po ti thua unë do ikja, po ti isha si ai. Absolutisht më është. Çyti ime është. Or zotri, 8 vjet edhe vazhdo ec, mirupafshim. Çfarë është kjo tani? Ti do më dëgjosh mua tani? Jo, s'të dëgjoj fare. Do më dëgjoj se ne jemi dhe miq bashkë. Jo, nuk të dëgjoj për këtë. Por do? Për këtë nuk të dëgjoj. Po më të argumentin tim dëgjoj, jo mua. Argumentin pra. Të dëgjoj fizikisht thua ti, vazhdo, unë them nuk bind, nuk më bind. Po jam më lero, se mbas të bind. Vazhdo. Liderat që ikin zakonisht, janë liderat që ikin jo sepse duan të ikin nga pushteti, po sepse kushtet bëhen të tilla që ata s'rin dot më. Pra, ju mblidhet aq shumë nga poshtë, nga ata që i kanë zgjedhur, por shumë që kërkojnë dorëheqjen. I mblidhen, i ikin deputetët nga loja, dani deputetët jashtë kontrollit të tyre. Ai s'ka më mbështetjen në parlament, bam bien. Pra, duhet të ketë disa, krijohen këtu tani më ndiq se kam me ty këtu. Krijohen disa rrethana që ai i shreti, që del jep dorëheqjen atje, dhe njerëzit thonë, njeri i mirë demokrat e dha dorëheqjen. Jo. Ai ra. Njerëzit nuk e shohin që ai ra. Pra i kanë rënë krahët. Thjesht ne themi ai iku. Ky këtu vlla, mund të më thua çfarë ka rënë që duhet të iki? Pra, çfarë i bie këtij njeriu që të iki mortiku? Ka jo ati. Populli nuk është, redakor me mua deri sot. Prit. Deputetët i kanë radh për një ushtar. Tani ç'bën rillsa ti tani? Unë bëj rillsa. Po do bëj dhe rillsa. Po bëj. Po pse ça? Po vazhdo bëj. Po pse më jam duke folur kot, njerëzit po na shohin. Të drejtën po thua. Po them të drejtën. Po më lër dhe mua të flas më. Po jo, pas kësaj e para do të më thuash Arian ke të drejtë, por. Ma thuaj këtë, ke të drejtë, por. Çfarë po i bie këtij zotri? Më bindi mua tani që ky pse do të ikë ky vet? Më bind valla, pse? Më bind. Sepse kur s'ka presion. Me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, një kostum i qepur posaçërisht për Edi Ramën, që të bjerë një kryeminist në Republikën e Shqipërisë, formalisht është bërë thuajse e pamundur në aspektin ligjor të gjës. Në këtë drejtim, nuk bie. Ky vend është i marr peng. Jo më do bjerë ai, por ky vend është i marr peng në kuptimin procedural të tij. Se duhet që të heqësh një kryeminist, duhet që ata që vendosin ta heqin të gjejnë emrin tjetër para se ta heqin. Bravo. Pra në parlament. Ti bësh në një mendje për të heqë dikë, po si bën dot në vend tjetër. Fiks, po. 2008 e famshme. E famshme. Iku. Tani këtë kemi peshqesh nga Edi Rama dhe nga Sali Berisha. Të dy bashkë kanë bërë këtë gjë, më kupton? Ka menduar për njëri tjetrin. Më shumë ka menduar Saliu zoti Berisha për Ramën se sa këta për njëri tjetrin, po gjithsesi më zhduket. Koha këtë tregoi. Ka menduar Saliu do kthehej shpejt, nuk e dinte që ky ishte përbindës dhe thotë ikte kur. Të tregoj. Vazhdoj ne. Ajo që ditë të them unë është që ky e ka bërë ciklin e vet politik dhe duhet të hap krahun. Patjetër duhet të jap dorëheqje. Unë u nisa që ta bëra gjithë të llollo që të mërzitin ndoshta. Nuk më mërzit. Se ti më them me të drejtë Ariano, nuk do rria si këta do isha ikur. Ka gjatë. Edhe një herë më. Si nuk është lodhje. Lodhur. Po pushteti vetëm të rinon më është. Po jo. Është afrodiziak i paparë më tiku. S'është ashtu. More tiku. Pushteti është Viagra më e madhe në këtë botë më burr. Dakor. Po edhe këtë më mund tani më dha. Po se kam thënë unë këtë më. Pra ai e mendoj ndryshe, po gjithsesi
Mendoj që njeriu ka faza të ndryshme në jetë. Punon 15 vite avokat, 10 vite me merret, 20 vite me politik, 20 vite pikturon, nuk e di, a merret me udhëtime, nuk e di. Mendoj që njeriu ka një mendoj. Jo kur je i pari i vendit më tiku, se janë dakord me këto i thua ti, me këto pasionet e këto hobet që thua ti. Po të flasim për një njeri vlla në një komunitet, ku një njeri është i pari të gjithëve. Po. Ai është afrodiziaku më i tmerrshëm, është orgazma më e madhe që mund të kapi një human. Po mirë. Janë dakord në poshtë ashtu ndos si thua ti. Poshtë në nivele të tjera. Ndryshojnë, sepse janë të diskutueshme. Mendoj që mendimi im modest është që ne duhet të shkruajmë drejt këtij modeli, që do të thotë Jemi dakord tu. duhet të shkojmë drejt modelit që nëse s'bëhet me vullnet, duhet bëhet përmes ligjit të kufizohen mandate, të nuk funksionon. Jam dakord me këto, mo të gjitha jam dakord. Nuk shkon më kjo histori. Bravo, këtu s'tegja si presion ti, se që duhet të jetë. Unë po them, pse duhet të iki ky sot pra? Kush e, më fal, kush i bën presion këtij të iki, mo? Kush e kërkon ikjen këtij? Përveç tikut dhe opozitarëve në këtë vend që i thonë jep dorëheqje. Ata janë disa individ, të cilët këtë nuk e rrezikojnë fare. Pra, që një njeri të iki tiku, Po. duhet i priten krahët, vlla. Do thotë do t'i mirësh deputetët, ja marrësh mo, siç u morën atëherë për atë 140 veta. Po. Merren deputetët tani 83, sa ka ky? Ta lësh me 10, me 15. Po mirë, mira është njëri mos ta bëj veten që ti ikin. Kjo është çështje tjetër, më që ka moralit e atij. Po çfarë të them unë tani? Pra, ai kupton pra që është në dorë të tij tiku? Jo. Ju dhe askush tjetër s'ka asgjë në dorë. Është vetëm në dorë të tij. Unë mendoj- Dile edhe gringot nuk e rrezojnë dot. Unë e mendoj ndryshe. Edhe gringot dëgjoj, vetëm nëse shkon e arrestojnë në zyrë. Unë e mendoj ndryshe. Po si e mendon? Unë e mendoj që Më thuaj pak. për te, shiko, besoj, unë kam qenë i vogël, po ti e mba mend, edhe para se të binte sistemi komunist në Shqipëri, deri para 3 ditë para, asnjë se mendonte që do të binte. Ja, ishte filluar. Që pas vdekjes së Enverit filloi ajo, u ndje pa. Ndaj ndonjë me vitet tëra pas vdekjes së Enverit, a ka vdekë në 84. 85. 85. Në këtë E kuptim, më dhëgjë edhe 5 vjetë, po. Inercia, po të vazhdo dhe në inercia që. në këtë kuptim unë mendoj që e mira është njeriu të kuptoj se cili kohën e vet. Nuk po i lutemi Edi Ramës të jap dorëheqjen që t'i hap rrugën ndokujt. Kjo është domosdoshmëri, do të ndodhë se nuk ka ku të shkoj. Një qeveri tranzitore ta përgatis vendin për zgjedhjet e para të lira dhe të ndershme në këtë vend. Qeveri e përbërë nga njerëz që nuk lidhen as me Ramën, as me mua, as me njeri, që të kenë një mandat 12 mujor, i cili përgatit vendin për zgjedhjet e ardhshme dhe të shtensionohet dhe të demokratizohet. Kaq, pastaj duan këta të vazhdojnë e të mbahen aty si shkëmbi graniti dhe kalaj pamposhtur. Le të vazhdojnë. Unë po mundem të menem me natyrën njerëzore, pra duhet të them që natyra njerëzore është e tillë që e do pushtetin. Përfundon dhe te burgu pastaj. Dhe, bravo. Dhe, po pra, te burgu pra, po te burgu pasi nuk është më në pushtet. Po mirë mo është zgjedhje ti do me thënë tani, që është zgjedhje, ma se ai do ta luaj bllofin deri në fund, ta luaj. Po e luan bllofin. Po ta luaj deri në fund, ti luaj ferm. Shpirti më dhëm më shumë kur moshohesh. Të dhëm shumë kur moshohesh, thonë ata të parët. Kështu që duhet ta rimendoj. Që kënaqem me ty thon. Po, E ke qef kur jemi kështu ne të dy vetëm, ha? po kam që flasim, nuk na pret njeri. bëjmë muhabet. Themi ndonjë gjë. Ti po mërzitesh dhe kur të presën mërzitesh. Jo, absolutisht, po tani do bëjmë pak debat, se po s'bëm pak debat. Pse mua pse ti do flasësh vetëm s'më the. Po pse u mërzitet ti? Me aqe? Mbeti shumë qetë. Jo, po ti më the mua i ngjan ati, qoftë largut edhe unë s'të thash gjë. Po bëj shaka. Si bën shaka, bën shaka. Janë shaka me pasoja. Ti ku mërzitem unë? Jo, janë shaka me pasoja ato. Se ashtu thashë ngjan qoftë largut. Po për mua ashtu është një njeri që Për këtë thua më. po për atë që the ti pra. Që më ka thënë dhe ai dikur. Pse është qoftë larg ai? Po tani Pa jeton apo? po qoftë larg i them në kuptimin politikun. Mirë, pra mirë. Po jo, në kuptimin e sjelljes politike. Po i ka shumë dëmërini saj. O ti ku si quhet ajo loja? Sepse kaloi nga aktivizmi në politikë dhe bëri dëm. Mënyrën si us. Jam dakord me ty. Ne veri, jo dëm. Dgjoj, o ti ku si quhet ajo loja më dha? Pana po, sa. Një sekondë, kam gati këtë që ta bësh. Kë ke gati le dio? Të lutem më ashtu se tani po e lexoj. Ja, ato imazhe që ke aty. Ha? House of Cards. House of Cards? Po. Më kujto pak, para sa plasësh për kë ke fjalën? Po për atë pasazhin nga House of Cards. Që thotë ky unë nuk jam. Po. Po kush ta dha atë? Shkoj mendja vet. Po, kemi bëj bisedë në WhatsApp bashkë dhe e lam që do e fusim çdo fund emisioni. Jo, prapë s'e kuptoj le dio. Ata jam guilty po thua mo?
Jo, nuk është I am guilty. Deviza. Ha, deviza? Po. A, me shokët tanë nga Afrika? Jo me shokët tanë nga Afrika. Po, kush është më lëdje se më të shmonte më burr? Pa, ajo është për ta mbyllur. Po. Pra s'duhet them gjë mbrapa asaj unë. Jo, mbrapa asaj. Po para, duhet them gjë. Para, po. Po çfarë duhet them para, pra më kujto? Okej, ja shikoj edhe ta kujtoj unë tani. Ti go ta shohim më burr. Gjithmonë pa problem. In the end, I don't care whether you love me or you hate me, just as long as I win. The deck is stacked, the rules are rigged. Welcome to the death of the age of reason. There is no right or wrong, not anymore. There's only being in When you knocked upon my and then being out. Të tha gjë teksti këtij? Edhe më tha dhe s'më tha. Je bërë shumë diferent të kote fundit, nuk të shion më asgjë. Po të lexosh Marcus Aurelius nuk të thot gjë ajo. Më tani, unë them gjëra tani më moderne të kapi njerëzit më shpejt, mos e mund të Tani, vjerë ideja Marcus është, Aurelius. në modë është kjo ligësia edhe sjelja konformiste totale, do me thëmë, por në këtë jetë ka dy lloj njerëzish. Çani, mbase i thot gjë kjo tjetra? Si? Mbase i thot gjë kjo tjetra Atikut? Ja ta mbaroj. Ja ta mbaroj këtë ide dhe do plasim tjetër. Në jetë, po dhe në politikë ka dy lloj njerëzish. Ka makiavelist politik, ka dhe idealist politik. Kështu që nuk i gjykoj ata që mendojnë ashtu, por nga ana tjetër nuk më tundon të bëhemi tillë. Absolutisht, Ka në historinë botërore makiavelist që ja kanë dalë dhe përgjithsisht ja dalin sepse lojrat që bëjnë dhe pazaret e gjithçka i çojnë më shpejt drejt majave, por nga ana tjetër këta nuk prodhojnë vlera në vetvete, nuk mbajnë mend për mirën. Po mirë, ndonjë precedent idealisti, do më thuash që ka ecur, që ka prodhuar vlera? Ja, Nelson Mandela. Nelson Mandela. Bëri 27 vite burg dhe realizoi ëndrrën e jetës së tij dhe ëndrrën e një populli të gjithë dhe ki parasysh që ata që e mbanin të rrethuar gardianët e tij nuk u hakmor kur kundër tyre. Nuk u hakmor kur kundër tyre. Kështu që Mahatma Gandhi, mund të them plotun pafund. Do të thënë varet çfarë ndjek në jetë. Varet çfarë ndjek në jetë. Mund të ndjekësh modelin makiavelist që të çon drejt pushtetit më shpejt me më pak vuajtje, duke sakrifikuar të tjerë, duke shkelur mikufoma. Si shtem unë po shpesh, po. Por në fund të ditës, ushtri është flesh, jam i bindur që ata o njerëzish kanë, si të thuash, frikrat e tyre, ciklopët e tyre që i shqetësojnë, fantazmat e tyre që i Ciklopët, sa shqetësojnë. më pëlqeu. Nuk kupton? Shumë. Po, dhe Me tonë dhe pak të tipit tani, pastaj do ikim. Po, më pat. Vazhdojmë pim në kafe. ka dhe njerëz idealist që ja dalin më me vështirësi, po kur ja dalin bëjnë histori që flitet ndër breza dhe nga ana tjetër e bëjnë gjumin e qetë. Shumë e rëndësishme kjo. Ja, është ky idealisti këtu. Tani është ky këtu, tani ti ku do të shohim këtë, do ma komentosh dhe këtë, pastaj do ikim do vazhdojmë të pim kafe para se kam një bisedë me ty, se bëhet në ekran. Po, more patjetër. Corruption is not bad.